Shqipëria ka fituar me shifrat 1-0 në Serbi ndeshjen kualifikuese të Botrorit 2026 duke triumfuar në Leskovac dhe duke blinduar vendin e dytë në grupin kualifikues. Një gol i Rejmanajt në fundin e pjesës së parë mjaftoi për të siguruar 3 pikë të arta në këtë transfert, duke mundur përfaqësuesen serbe përsëri në fushën e saj, ashtu siç kishte ndodhur dhe 11 vite më parë, por tashmë dhe pas përfundimit të 90 minutave.